Po shpesh herë e këmë thonë, kur fillon të gazetarët me na thirrë për emisionet sportit, për qështu të showbizit, qështu gjana tjera, dhe thamë ky parlamenti është bo, se këto dyqanet gjithçka €1. Wow. Hinë me bli diçka me €1, del me 2-3 kese, se i ke mush plesë gjanë gjithçka, dhe parlament gjanë gjithçka. Unë menua që këtu keni po pare, hinë me €1, e dilni me shumë pare. Ja, nuk është ashtu, nuk e mendova në atë aspekt, e mendova gjendshmërinë, Unë po mendoj se kjo, e mira këtyne parëve është që të hyrat tona janë publike. Po. Ma publike, ma edhe numrin e shtëpisë, krejt. Pasa zotin, vesh një dollaver ma të voglin me buti, me nëzishë presin ata tjerë, me ta qitë. Ganimet, faleminderit që je, se tash kur po thom Ganimet, po kthehen te Tria. Ti po kthehesh Ganimet. Atëre, Ganimet, ti e keni karrierë shumë të bujshme, këngët e tua, me thonë drejtën, hina për i kurreshtis, tash ti ndëgjoj dhe këngët tuat. Wow, sa largë më kanë këthy për mas atje. Shumë largë. Kështu që po ndihesh tash këtë pjesën, tash që kanë dalë shumë këngëtare të reja, shumë artista të ri, apo duket na kanë lënë neve pak ma, sikur ata futbollerat lunë dhe në 30 vjetë, si ti po në 30 vjetë të rrëti se po lunë një 18 vjeqarë. Në fakt jo, po kënaqna ku pitakoj këngëtarë të ri, se po më thojnë më rrit me këngë tua. Zonja deputete. Qëra pozitivitetin Ganimet Jasanicës, ka ndru që 100 vjetë gone, ka ndru pozitivitetin tënë. Tha jo më rrit me këngë tua, adin qëfar knaqësia, adin që do me thanë që deputetet e vendit tonë i ndëgjojnë këngë tona, jo në rrit me këngë tona. Ama deputet din kon me ndëgju. Ganimet, din kon me ndëgju deputet. Pa tjetër. Sa ta kam kërë shkollë, janë deputet nga përfatsojnë si Plus neve nga lidhe dhe një jamën i përbashkët, unë i thash parës, kur e ki një jamën përbashkët, dashte, unë për vete kom për cilë ganën. Edhe thash ke avansu atë shumë politik, edhe është knaqësi që femnat po janë në parlament, janë të zonjat, po të heqin vendin. Kjo është knaqësia jonë. Atë ka ndonë njëre parlamenti lëshutet e të e thirë, gane këto më përgjithti të menu që për thirë Ismeti. Qa? Atë ka ndonë shpëne? Jo, së më kanë. Do shta me lidhë më abetin që the kur përmenet emni. Plus, emni jonë është emni një patriotës tonë, Gjakovare, Ganimet Tërbeshe. Tezja emën djesë pas, ajo ma ka vënu për që të arsye emnin. Ganimete, do me thonë, për ty e mora vesh se e kumë posë në dëmen me pyjt edhe emrat ku që jau kalonë edhe për çka. Mirë ti nga të regove, faleminderit shumë që jeson të pjesë e junja, do me thonë është privilegj, inshallah na për emisionit të kënaqëm do të mundemi sa do pak ata që na shohin, të sjellim një pozitë që mos me harru asnjë sen edhe njerëzit që kanë karrierë të bujshme.